Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Të nderuar vëllezër, pranishëm sonte në këtë iftar, me jani që në emër të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës ju përshëndes të gjithëve dhe në emër tuaj edhe një herë të falenderojmë Hoxhën Mazlum për punën dhe kontributin që ka dhënë tash 40 vjet pa ndalë për lartësimin, kumtimin, shpjegimin, shtjellimin e fjalës Zotit Xhaleshanuhu dhe të Muhamedit alayhis salam. Njëherë të lutë Zotin Xhaleshanuhu që dhe agjërimin që kemi bërë deri tash na pranoj adhurimet tona dhe të na mundsoj që të jemi edhe më të përkushtuar tash në 10 ditën e fundit. Tash 40 vjet më herët, si të rinj në Kairo, u takua me Hoxhën Mazlum. Dhe atëherë bisedonim se çfarë duhet bërë për të ardhmen. Çfarë angazhimi duhet të kemi bashkarisht për të ardhmen e fesë në trojet tona etnike dhe çfarë kontributi duhet dhënë. Derisa sot po bisedojmë për punën që kemi bërë gjatë këtyre 40 viteve. Falenderojmë të madhin Zot që na bëri të mundur që dhe pas 40 vjetëve të jemi së bashku, dhe sigurisht që kjo natë nuk mjafton edhe shumë në tjerë nuk mjaftojnë që të flasin për personalitetin, shëmbëltyrën, kontributin, urtësinë, sakrificën që ka dhënë Hoxha Mazlum në lartësimin e fjalës Zotit Xhaleshanuhu, kumtimin e saj. Unë besoj që vepra më e mirë, apo fjala më e mirë, apo ma kuptim plotë në këtë dynja është dija. Ndërsa ajo më e liga është ignoranca. Derisa imamit Zotit Xhaleshanuhu ja ka bërë të mundshme që vetë urdhrin e parë në Kur'an edhe praktikisht ta realizoj përmes minberit në xhami, sigurisht që shpërblimit madhit Zot do t'jetë i madh në këtë dhe në botën tjetër. Vëllezër të pranishëm nga gjitha trojet tona etnike që jeni sante në këtë iftar. I madhi Zot ka dashur që neve të jemi banor të këtyne trojeve, të jetojmë në këtë nënqiell kaq të bukur, në këto vende kaq të mira, me resurse të bollshme për të ardhmen sa më të mira në aspektin ekonomik, dhe sigurisht që na ka përzgjedhur prej gjitha kombeve këtu në Ballkan që neve në shumicë t'i përkasim besimit islam. E tash 630 vjet ne adhurojmë të madhin Zot Xhaleshanuhu, duke mos i shoqëruar atij askë dhe duke kërkuar nga i madhi Zot Xhaleshanuhu që neve na mëshiroj, katet tona na i fal dhe të na dhuroj të mirat e tij në këtë dhe në botën tjetër. Sigurisht që jeta ka sfidat e saj. Jeta ka shumë sfida. Prej sfidave të shumta në këtë nënqiell ku ne jetojmë, sigurisht që është edhe pozita geopolitike, strategjike që ka vendi ynë, me këtë nënkuptohet se çfarë po dua të them. Mirë, po këtyre sfidave ja kemi dalë bashkarisht, edhe pse janë munduar shumë që në mes bashkësisë islame dhe muslimanëve të vendosin fortesat pakapërcyeshme, pengesat të mëdhaja, për të krijuar një urrëtie mes vete në mënyrë që Islami të dobësohet në këtë troje
dhe ata të luajnë ballën që dëshirojnë ta luajnë. Por jo, ky xhamat u tregua shumë i mençur dhe shumë i gatshëm për bashkëpunim ndaj bashkësisë tame me Kosovën. Unë them se ka të drejtën që të krenohet me xhamatin që ka. Ndaj unë me këtë rast ju falenderoj shumë. E lu Zotit ju falë shëndet, ju falë mirëqenie dhe ju begatoj me të mirët e tij. Pa dasht me zgjat, unë me Hoxhën Mazllam po them që 40 e sa vjet bashkarisht, me dhe me shumë kolegë tjerë këtu. Po, thuja minde. Ama mos mendoni se jo sa të lashet mi ka sjell mua, Allah e na ruaj po. Ne sa dash me kapërcije. Kë botë të lashe ka, mu problemet atje. Ajde të lashe, ajde. Mazllam çka ka botë? Ajde vrem mlo diqysh, po mlo, po qysh me mlo. Po nese, unë e falenderoj për punën që ka bërë. Falenderoj shumë dhe ju uroj një pensionim të mirë. Dhe ja, po neve aq shumë për puna gjujnë, sa që puna thojnë që hoxhallarët edhe me flisat bardh nuk puna lojnë me hinë xhami. Tash merrem me men. Merrem me men ku kemi mrije pusi e marrë. Po ka njerëz të prisht ka pas gjithherë. Njerëz të pas skrupull cilët mundojnë këtë thellësi të pastër të islamit ta turbullojnë. Mirë po me hoxhallarë të tillë, me burra të tillë, nuk do t'ja dalin dot. Asnjëherë den kiamet. Bluetooth mode. Atëherë ndoshim program Ramazani, kishim me internave dhe imam në xhamisë të Nebot, Osman Kabili, Allahu i nderoft, alhamdulillah rabbil alamin.
العالمين. الفاتحة.